Si është e lidhur Boga me gëzimin? Është ajo boga që i kam premtu vetes edhe para Zotit që do kthehem prapë në bogë. Te dashuria prapë është dhënë për vendin tanë, dashuria për kombin është e jashtëzakonshme. Tikon 1994 edhe një vlla vdes aksidentalisht 22 vjeç, si vdes babai, domethënë 28. Ajo ban gati 13 vjet si ka vdek. Ajo doli e diagnostikuar me kancer gjinit. Si e tek çon gëzimi këtë dashurinë tek fëmijët e vet? Mungesën e babës, po për ju kuvet, në fakt. Kur ka vdek baba nuk e kam dëgju krejt mungesën e babës. Unë e kam kuptua se baba kur më ka lind vajza e madhe, 97-ën. A ka qenë për ty gëzim një pesh i gjithë ky historik i familjes, që ti duhet atë çoje, që ti duhet të ngrije dhe të vazhdoje të kishe emrin e Bayraktarit? Unë du me kalu këtë malin tonë dhe du me pa që ka mas ti malin tonë gjithmonë në kërkim të rejave, në kërkim të diçkajet më të bukur. Ka ndonjë mal që je duke eksploruar këto fundi? Ka, kam arrit me ba diçka për bogën, kam arrit me vendosë bogën në hartë. Gjithçka që është këtu, gjithçka që është bërë, nuk do ishte bërë kur, nëse gëzimi nuk do kishte kaluar përmes këtij rrugtimi. Përshëndetje në episodin e sotëm të Margaritarve, ku ne eksplorojmë shpirtin dhe emocionet që fshihen pas historive të veçanta. Sot ndodhemi në madhështinë e Alpeve, në Bogë, një mrekulli e natyrës, dhe ku do të takohemi me gëzimin. Një sipërmarrës, një malsor, një pasardhës i Bayraktarit të Bogës. Do shkojmë së bashku drejt kullës së Bayraktarit për një bisedë që premton të jetë aq frymëzuese sa ky vend i mrekullueshëm. Gëzim, a është kulla e Bayraktarit një ndër e jotja e realizuar më sot? Besoj jena gati në përfunimin e realizimit edhe do gjanave të vogla. Kena me ba dhe do gjana që i shërbejnë kullës. Jena në proces të finalizimit do aksesorve, një nërtasht për shembull, kena qef me ba install kuajsh edhe me pas edhe do kual që njerëzit kur të vinë, ose do mosha të vjetra, me shiju dhe shëtitjet në kalë, këtu në Bogën, në këtë Alpet tona. Jena në proces edhe me ba një pistë vogël skish për familjar, që kjo do i shërbejnë kullës. Pra nuk është gjithçka për kullën, për jena të mënu dhe për Bogën, që të krijohet i diçka e bukur jashtëzakonshme për njerëzit të vinë ta shijojnë. Edhe si është e lidhur Boga me gëzimin? Apo gëzimi me Bogën? Gëzimi me Bogën, gëzimi ka lind para 56 vjetëve në Bogë. Na tregon dhe moshën gëzimi? Kam lind në një në shtëpinë e Bayraktarit Bogës. Jam djali i parë mas dhe vajzave që kanë lind mrena shtëpisë, mrena familjes, por nga që edhe emrin ma kanë dhanë gëzim. Dhe Boga për mua është vendi më i bukur në botë. Boga është ai vend që kur e kam lanë para 30 vjetëve me shku në Britani të Madhe, me shku në Londër, një javë mrapa kam fillu të qajt.
kam fillu të qajt për do gurë, që kur jam rëzu, kam vëra kamët në ta gurët, po është ajo boga që i kam premtu vetës edhe para Zotit që do kthehem prapë në bogë, gjithmonë vazhdimisht, edhe fëmijëve të mi, edhe familjes tem, edhe njerëzve të mi, kam nejtu ju thonë, kur ishëm në Londër, ju lutëm kotë se për çfarë do dhe arsyet, po ju lutëm në rast se gjenë gja se vdes, në një moment unë dua veç mu varrosën në bogë, pra e kam pas andrën për mu varrosën në bogë. Edhe erdha tash 3 vjetë jam tanë kohën, jam zhvenosën në bogë, jetoj në bogë, e kam lanë Londrën edhe tash jam të shijua çdo moment, jam të shijua çdo kohë, jam të shijua çdo gjë që kam bën në bogë. Do të thënë ashtu më një kënaqësi të jashtëzakonshme, e jam të jetua kohën më të bukur e më të jetës time duke këndu në bogë, pavarësisht se mungojnë edhe fëmijët i fije, sepse 2 fëmijët e mëdhej janë në Londër, vajza e madhe edhe djali është në Londër. E vajzën e dytë e kam këto me vete, sa i ngushëllim të vogël që e kam dytën këto, po kena me të shku, të vizitu atje dhe tatuar këto. Kjo është boga që më ka frymëzua, boga që më ka bën ai njeri që jam sot, boga që më ka dhënë tanë këtë ego, më ka dhënë tanë këtë dëshirë për me kenë këto për me investu për ta, për me punu për ta. Gëzim, çfarë kishin, çfarë mbartnin ata gurët, për të cilët i qave, kur largove prej tyre? Ata gurë kanë majt peshen e të parve tonë, peshen e familjes tëme, peshen e atyne gjyshave dhe 4 gjyshave që me shumë mundime dikur kanë sigurua dhe bukën e gojës me vështërsi tepër të mëdha. Dhe më thënë objektivi i tyne ka kanë si me siguru bukën për familjen në një kohë dimrit ose për gjatë vitit. E sot kushtet si na dhanë ne mundësia, platforma me shku me punu në Londër, me ba biznese në Londër. Për 23 vjetë kam pas bizneset e mija në Londër. Sot e kena pak më rehat. Kë shpirti në ndihmon për më ardhme, po nuk këto, por ata gurët janë, si me thanë, amaneti atyne, janë mundimet e atyne njerëzve tonë për i këtë vend, sepse ata nuk ka nik me shku me ra në një fush ose në një vend të begat, me punua, me jetua ma let, ma rehat, po kanë majt vendin këtu, kanë jetu këtu, me vështërsi tepër të mëdhaja dhe kam shumë kënaqësi që unë ndodhem këtu edhe për ja u maj amanetin e tyne, pra po e zhvilloj bogën në atë mënyrë, po e baj atraksion që t'ju shërbejnë gjithë brezave që vinë, pra mos mendojnë ma kush me ike dhe ata njerëz që kanë vdek, ata gjyshërit tonë t'jenë shumë krenar edhe atje ku janë për që na jenë atu ba për bogën. Më the pak më përpara për vështirësitë që ata kanë kaluar. Çfarë është vështirësia për ty? Si e shikon ti vështirësinë? Vështirësia e kohës tyne është sepse atëherë gjithçka ka kanë varësi, ajo është baj fije misër, është baj fije patate për me siguru bukën e gojës e për me jetua. Ata kanë jetu me pak bakti, kanë pas vështirësi tepër të mëdha në komunikimin, shkumje, në ardhje, në jetën e tyne. E sot ne nuk i shohim ata vështirësi, sepse çdo gjë ka ndryshu, çdo gjë nuk është si përpara, pra buka sigurohet tjetër kohë edhe turizmi tash i ka vërshua, janë hap vende punët, kanë transformuar gjithçka. Ne po majmë bogën, ne po mundona me majt në atë pozicion që mos ta abuzojmë me bogën, mos ta abuzojmë me ndërtimet, mos ta keq përdorojmë këtë natyrë të bukur që na ka falë Zoti dhe na ka dhënë trashëgim parë tonë. E cila është lidhja e gëzimit me Zotin? Jam i pagëzuar si katolik, ka pasi gjanse kur kam lind, ka pasi direktiv partia atëherë dhe nuk u lejote se unë kam lind në 69-ën edhe nuk u lejote mu regjistru me emrat që kërkoshim nën atëherë dhe partia të jepte një listë. Në këtë listë kishe me zgjidhur ata emrat që ti, domethënë, nuk i dëshiroshe, po ishin të domosdoshëm me një ndër këta emrat
që ishte partizane çlirim me fitim me kështu, ishte edhe emri Gzim edhe ka që ishëm edhe fëmija I pare mas gjodhe në emrin Gzim. Deri sa ka ardhur vitet 90, unë kam kontribu shumë edhe për kishën, me ndërtu kishën, kështu vazhdimisht kam majt lidhjet I kam shumë të ngushta me Zotin, besoj në Zotin, besoj në gjanat e mira, besoj në njetin e mirë. Tanë kohën mundohem edhe të fëmijët e mi, jam mundohem me përçua frymën e mirë, frymën e paqes edhe të dashurisë në familje, sepse Zoti është dashuri, është mes njëri tjetrit e sidomos në familje. Atëherë ka një gjë shumë të bukur, sepse edhe mua fleura, mama ime mezi ma ka regjistruar shumë vite më përpara, edhe ka bërë një trik. Kur e ka regjistruar, ka thënë që është emër nga Ilirishtja e lashtë, edhe ato nuk e dinin, kështu që pranuan që ta vendosin emrin Fleura. Dhe çuditshme është se ju e keni Zotin pjesën tuaj, ndërkohë që ne e kemi zbuluar më vonë, kur them më vonë pra këtë madhështi dhe këtë dashuri. Dhe si e shikon Gëzimi, ose ku e shikon dhe ndjen Gëzimi dashurinë? Dashuria është në familje. Dashuria është për nanën, pavarësisht unë nuk e kam sot, po hana aty fillon te familja. Unë po ecshëm pak në makinë, po një gjoshëm një emision në radio dhe po gati mbani me kjajt, sepse po marr dashurinë e mbrëmshme te nana, te baba, te familja, dashuria del pak për te familjes del jashtë me njerëzit që të rrethojnë. Atë dashuria prapë vazhdon për vendin tanë, dashuria për kombin është jashtëzakonshme, me dasht flamurin e kombit tanë. Ne këto na kanë mungu I fije kur je në Londër, kur je jashtë vendit tanë. Bash edhe nacionalist I fije edhe ma fort. Nacionalist bash vetëm kur lën vendin tanë edhe të mungon atëherë kupton I cop flamure, I cop I diçka të banë edhe ma ashtu për ashtu të arrit dashurinë për atë dheun e për vendin tanë. Edhe nga familja që vi edhe baraktari I Bogës, vazhdimisht ne kena pas dashuri për atë dheun, kena kënë të parë që kena shku në luftë, njerëzit tonë kanë luftua, dhe I ndeqiq me dhe Xhenlulin, kur ngrit flamuri, edhe në çdo kuvend pjesëtarët e familjes tonë kanë marrë pjesë. Edhe kjo është ajo dashuria që fillon nga familja, nga vendi jot edhe vazhdon edhe shkon deri dashuria për atë dheun, për vendin. A ka qenë për ty Gëzim një peshë I gjithë ky historik I familjes, që ti duhet atë çoje, që ti duhet të ngrije dhe të vazhdoje të kishe emrin e bajraktarit. Se shumë e bukur që ta thuash, të parët tanë kanë këtë pjesë, kanë luftuar, kanë sakrifikuar, janë, do me thënë, çdo gjë te këto gur kur ti ecën, por në këtë vështrimin tim, të mbash peshën e gjithë njerëzve, të brezave të tu, nuk është e lehtë, sepse ti duhet ta tejqosh. A ke menduar ti për këtë pjesë, apo thjesht ka ardhur e natyrshme? Faktikisht të vjen e natyrshme çdo gjë, çdo arsyeja pse unë jam këtu, është amaneti I heshtur I tyne. S'me ta thonë amaneti I pa të regum, por I pa folur. I pa folur, amaneti që kanë lanë për I këtë vend. Më bërë shumë përshtypje dhe më pëlqen ajo fjala që the komunikimi në heshtje. Dhe në anën psikologjike, të komunikosh në heshtje dhe të komunikosh pa fjalë është një niveli shumë të lartësuar dhe është në një nivel shumë spiritual. Pra, më pëlqen shumë që ti thua eci dhe kudo që shkoj, unë komunikoj me ta. Sa fuqishëm është kjo pjesa e komunikimit në heshtje, me gjithçka që ti po tregon. Kjo është me të vërtetë e fuqishme, që thua edhe vetë nga ana psikologjike është diçka e jashtëzakonshme, sepse kjo gjuhë, ky komunikim ka shumë raste, ban mu një dopt ka I herë kështu gati edhe me çajt edhe kështu, po në finale të jep forcë, të jep një ego për me ecë edhe ma shumë përpara. Ai komunikimi
edhe me sikur edhe me natyrën ku kanë jetua këta njerëzit tonë të partë e mije kështu, të jep një vullnet jashtëzakonshëm. Unë e gjej veten në çdo veprim gjatë ditës, në çdo lëvizje që bëj këtu në Bogë, jashtëzakonisht mirë, një veten, kam një vullnet jashtëzakonshëm, kam një shtytje për me ecë edhe më përpara. Ka raste që hasin vështirësi jashtëzakonshme, po tash nga ajo fuqia që marr ose nga diçka, mos di si ta them amina kryshme, po vetëm eci përpara dhe s'mnal asnjë gjë, pra nuk kam problem se s'ka drita, s'kam problem se ka njerëz jo të mirë që i veprojnë shumë keq me natyrën ose me gjëra të tjera, kështu po unë vetëm jam pozitiv dhe kam bën jetën e mirë vetëm me zhvillu me ecë përpara, nihem tepër mirë. A mos është një pjesë e jotja sfida, që do thotë se ty nuk të bën përshtypje as se ka drita apo se ka njerëz të cilët veprojnë në një mënyrë apo një tjetrën. Ndoshta është kjo pjesa e gëzimit që do të përballet sepse del gjithë forca jote në pa. Dhe kjo luan rol sepse unë përballem me njerëzit, flas drejt, ball për ball, thonë në anglisht black and white, më thënë bardhëzi pa ngjyra. Shumica njerëzve të mirë kuptojnë në çdo gjë. Do të çam bën përshtypje më shumë është kur njerëzit vinë e vlerësojnë atë që na kena bë. Edhe kënaqësia më e madhe është satisfaksioni më i madh kur këta njerëz të vlerësojnë edhe kënaqen. Nuk pretendojmë që ne shërbejmë këtu jashtëzakonisht mirë, jena krejt shumë, por kur tjetërin e përballon, kur tjetërin flet, kur tjetërin tregon, kur tjetërit i tregon ambicjet tuaja, ku sa ke ecë, kjo atëherë të jep një satisfaksion tepër të madh, kënaqesh krejt, nihesh mirë, thu para Zotit e para të gjithëve, para tyne, thu ja ka vlejt çdo sakrificë që kam bërë, domethënë mas 27 vjetëve jam kthyer, kam marrë dhe kam bërë kundrejt çdo kështu, domethënë kam kanë kundra rrjellës, domethënë gjithë njerëzit dojnë me shku në Londër e unë jam në kthim. Kjo domethënë është një forcë, forcë e Zotit, e forcë ndjenjes, e forcë gjithçka që më ka tërheqë marrë këtu. Zoti më ka prinjë dhe marrë se nuk i kam pas do lek gati aty me thonë ku po i investoj këta lek. Po e kam filluar me 2 lekë, i ndihmë shoku, i ndihmë tjetër, i ndihmë banka, me radhë çdo kënaqë. Dhe e mbaj mend gëzim, para sa vitesh, para 5 vjetësh kam të buni. Po, kur kam ardhur për herë të parë aty, për mua ka qenë një shok shumë i madh dhe shok nga natyra, sepse ka qenë perla e Zotit, pra kishte diçka që fliste vërtet në heshtje. E mbaj mend që erdha, pash dhe ti na the ngjituni edhe pak aty lart tek mali. Dhe ne u ngjitëm pak, po unë fillova të kisha pak marrje mend që nuk po e kuptoja nga se po nëse po më vinte. Më mend që ulëm për të medituar dhe kemi pasur një momentet më të bukura, të më thënë të një kontakti, të një harmonie me natyrën, me shpirtin, me emocionet, me bukurinë, dhe të gjithë ne që ishim aty, shikoshim njëri tjetrin në sy, nuk dini çfarë thoshim dhe pastaj kthenim prapë syt tek te malet, dhe në qafëthore është edhe vendi ku ka lindur Atzef Plumbi. Ai me të vërtetë është nipi fisit ton, nipi shtëpisë ton, shumë e veçantë. Ai ka lind para 100 e sa vjetëve, 100 e pak vjet, 1924, më sa kujtoj. E bukur është se aty vishin me meditua atë Gjergjfishta edhe Pater Anton Arapi. Edhe zanafilla e kësaj që Atzef Plumbi është bërë prift, duke nejt me to, ata qysh në moshën 2-3 vjeqe, 4 vjeqe, e ka në adresu me shku në një shkollë verore në Thethë, nga të ka fillua rrugtimin e tina që ai është bon hero, është bon shajt, ai ka vujt për krishtrimin. Dhe në librin e vetë thotë që aty atë Anton Arapi ka dhënë një medalion të vogël, sepse Xhaxhai vetë i ka thënë që ka shumë dëshirë të bëhet priv, dhe i ka thënë kur të vish tek shkolla e franceskanëve ti do prezantohesh me këtë medalion. Dhe ashtu ndodhi.
për mua ata kanë ditur dhe vazhdojnë të dinë shumë, është ajo e pa folura në heshtje për të flasin me gjeste dhe me veprime. Po në mos gaboj, boga juaj ka edhe 2 martirë të tjerë, vlezrit Sirdar. Ata janë martirë të kishës, janë shenjtën tash, sepse ata tamam në kohën e komunizmit edhe mënyrën se si janë përsekutuar, mënyrën se si janë vëra, edhe aty të kisha po krijohet diçka për ta, domethënë diçka, një muzeum të vogël, na jena shumë krenar për ato që kanë bërë, domethënë për fenë, kanë dhënë jetën për Krishtin, me pak fjalë. Njerëz tillë jashtëzakonshëm, ata kanë qenë edhe filozofë, shkrimtare, kanë shkruar gjëra të jashtëzakonshme në atë kohë. Mos gaboj, kanë ngelur jetim. Shumë e vërtet. Dhe halla vet nga prej ande ka marrë mbiemrin dhe kanë shkuar tek Hoxha dhe Hoxha i ka marrë për dore dhe i ka quar në shkollën franceskane. Dhe kur e kam lexuar ka qenë një mrekulli e shpirtit dhe është vërtet ajo harmonia madhështore e shqiptarëve dhe e komunikimit të gjitha mënyrave për të qenë dhe për të shkuar tek një Zot. Pak më përpara Gëzim më the që nuk e kam më nënën dhe ndjeve një lloj dëshire për të folur. Ajo bon gati 13 vjetë si ka vdek edhe e mënyra si ka vdek ka kënë pak shëdhimshme për gjithë ashtu më janans. Më ka vdek edhe baba shumë herë, më ka vdek qyshën 75, unë kam kënë 6 vjetë e gjysë edhe kur jam rritë mungesën e babës për jullë kohet, jam rritë edhe për mungesën e nanës, sepse si që ka kënë koha atëherë nana u martua, e mori një burr tjetër, unë me vllajin e nejtëm të gjyshje të haxhat të në bogë, nana shkoj dikun në periferi të Shkodrës në Grut të Re, u martu me një burr tjetër, ati burri tjetër kishte vdek gruaja përpara, motra shkoj me nanën se ishte shumë e vogël, ishte 6-7 muajsh. Na mungoj nana gjatë gjithë kohës, për një periudhë kështu asi ishte atmosfera atëherë, më thanë, shishim shumë rrallë, ose deri në atë në finale, filluam atëherë marrëdhënien shumë të ashtu, doshëm me kap atë mallin edhe ato vitet e humra me nanën. Dikun 1994 edhe një vlla vdes aksidentalisht, ishte 22 vjeç, si vdes babaj, domethënë 28. Nana lindi edhe ideal tjetër me atë burrin që u martua, e kam vllasat, e kam shumë, domethënë, e kam vllau më të mirë më në botë, jena tepër të lidhur me të. E kam motrën, të dy i kam Londër dhe motrën që i kam prej nanës e prej babës. Dhe po luftoshëm tanë kohën qa me bane i gjatë mirë që me knaq nanën në moshën, domethënë si ishte në 60 vjeçare edhe me mujt me kapat e dashurin që na kishte mungu shumë, domethënë me edhan. Aty ndodhi një diçka dikun për ditëlinjet saj më tregon që unë kam diçka një rrjedhje nga xhiri edhe më shqetësoi ai fakt. Unë nesër të çova në Tiranë fill, pasi pam ajo doli e diagnostikuar me kancer gjinit. Atëherë bam një operacion shumë shpejt dhe e more me qumë në Londër, e trajtum në klinika private të kancerit për rreth 6 muaj deri një vit, për një vit e trajtum atje. Ajo jetoi edhe 3 vjet mrapa, masi ajo jetoi prej qefit e prej dashurisë, si kishte prej fëmijëve, prej qefit kështu sepse doktorat nuk ja kishin dhënë atë kohë ashtu dhe ajo vdiq 63 vjeç. Kur më ka vdek baba, nuk e kam një gjuk krejt mungesën e babës. Unë e kam kuptua se baba kur më ka linë vajza e madhe në 97-ën, kur unë kam fillu të përqafua vajzën e madhe 2 ditë, 3 ditë, të maj të përqafua, atëherë kam fillu të kjajt, atëherë ma dhinë baba ta mamës, atëherë kam përvua dashurin. Ajo që më ngeli mua në mendje është shumë e bukur. Fakti që the që nana nga dashuria jetoi edhe disa vite. Dhe jam shumë e bindur që dashuria shëron. Dashuria i ngre njerëzit në një dimension tjetër. Por si e te çon Gëzimi këtë dashurin te fëmijët e vet? Të kaj një gjakë krejt bukur. Pra një 3 javë i shkruaj vajzës teme male në Londër, Gjildës i thëm babi më mungon shumë, më ka marrë malli. Ajo më çon një bilet në WhatsApp,
thot babi mos u mërzit se javën tjetër në ato ardhë me Nikolasin, me djalin, pra shife qarë dashurijet e qarë lidhjet, ajo është në marrëdhënie punët, ajo ka një pozicion shumë të madh atje te kompania ku punon. Është 27 vjeçe, po ka arrit jashtëzakonisht shumë, domethënë ka mbaru universitetin 22 vjeçe, po ka ecë shumë edhe unë jam ai baba shumë krenar për atë vajzë, për atë djalin që është studiuar në Liverpool për ekonomi, që një lidhje jashtëzakonshme. E kam vajzën këtu, do thonë, kjo është bëj motivi im tash 3 vjet, është martu këtu në Shkodër, kena bë dasmën e fesën e gjitha, po do thonë ato përqafimet që e kam këtu e shoh gati për ditë, merr malli kurse shoh 2 ditë. Gëzim, ti ke edhe në mundësinë fëmijëve, i çove në Angli, të shkollohen, t'ju kalosh vlerat e fisit dhe të emrit tënd. Po ti vetë, nëse shikon Gëzimin, sot Gëzimin 20 vjeç, çfarë do t'i thoshe? Këtu du me tregu i gjakësho, kur unë marrova shkollën të vjeçare, këtu në Bog, ka që ishëm familje baraktarit, ishëm nxënësi më absolut në shkollë, nuk më jepshin drejt studimi me shku në shkollë të mesme. Me miqtë, me familjes, të bukse, që kena dhane, kështu e gjithë i mënyrë, shkolla në shkollë të mesme. Marrova shkollën e mesme, perfekt, më jepshin shkollë të lartë. Dhe që me Gëzimin 20 vjeçar, tanë botën e merr përpara me kushtet që janë sot, kuptimin e bukur figurativ, sepse kur janë oportunitetet si kanë fëmijët e mi, fëmijët e tjerëve, me shku në shkolla, me mësua, me studiua, nuk na lën kush, nuk përsekuton kush, nuk thot kush ti je i përsekutuar, ti ban, ti s'ban. Me kanë Gëzimi 20 vjeçar, këta ëndra që i kanë bën pak më vonesë, do i kishën bën më parë. Ka 20 vjeç prap kishëm bën shumë gjëra, do kishëm bën zgjidhjet, po nuk di a do mbash 20 vjeç me këto mend si kam tash apo me ato mend që do jetë atëherë 20 vjeçar. Jo, unë do thosha, ti je këtu dhe shikon atë Gëzimin 20 vjeç. Çfarë do t'i thoshe? Si do ta motivoje? Ose çfarë do merrje nga ai Gëzimi 20 vjeç? Nga Gëzimi 20 vjeç do merrshëm energjitë që i kam edhe sot atëherë, motivimin, do merrshëm atë egon, unë du me kalu këtë malin tonë dhe du me pa që ka mas ti malin tonë gjithmonë në kërkim të rejave, në kërkim të diçka jetë ma të bukur. Ka ndonjë mal që je duke eksploruar kohët e fundit? Ka, gjithmonë jam të kërku diçka të bukur, po jo për vete, Gëzimi për vete është ka arrit që ka dashtë. Jam shumë i kompletuar se kam 3 fëmijë më të mirë të në botë, më të edukumit, një dashurit pa pame. Kam arrit me bën diçka për Bogën, kam arrit me vendos Bogën në hartë. Boga s'ka pa pas as tabela me tregu ku është drejtimi për Bogën. Po gjërat kanë ndryshuar. Ti ke pa edhe vetë, ke ardhur para 5 vjetëve dhe vazhdimisht ke nejtuar dhe vazhdimisht jenë dashuri dhe ti me Bogën, sepse ashtu t'inspirua Boga, kanë kohën kam ngacmu, hajde, ban diçka të Boga, hajde, kështu afroja, shpresoj si të shoh edhe në Bogë, sepse edhe ti inspirim për ne edhe mënyra se si përçon edhe të tjerët, e mënyra se si e fol për Bogën është, e si e pasqyron është gjë jashtëzakonshme, pra edhe të falenderoj shumë për gjithçka, pavarësisht se jetu të regu të vërtetën. Ajo, malësorët, keni guximin me thënë gjithçka, dhe kjo është vlerë vetëm e juaja. Unë të falenderoj që ti na i dhe të gjitha emocionet, dashurinë, atë melankolinë, humbjen, motivimin. Ky është Gëzimi i cili ka arritur të bëj gjithë këtë biznes. Dhe njerëzit shikojnë vetëm këtë jashtë. Gjithçka që është këtu, gjithçka që është bërë, nuk do ishte bërë kurrë, nëse Gëzimi nuk do kishte kaluar përmes këtij rrugtimi. E të falenderoj që na bëllin e të tjerët, që të jemi pjesë e këtij rrugtimi dhe pjesë e shijimit të kësaj mrekullie të Zotit. Edhe unë të falenderoj shumë, të falenderoj për mënyrën se si ke ardhur tek Gëzimi dhe çfarë do më nxjerr prej Gëzimit. Du me të reguj diçka të vogël para do vjetëve. Vajza e madhe Brigjilda më ka dhënë një dhuratë për ditëlinje, edhe më ka thënë me i shenim me i letër të verë në këtë dhuratë, një
ka këto që regjistrojnë të gazetarëve, diktofona që quhet, dhe regjistrues, më ka thënë, babi më ka thënë, can you record your amazing life story? Pra, ti sa po ke fillu diçka tu nxjerr nga unë, që është bërim për vajzën e për fëmijë tjerë, po edhe për të mallën që më ka lënë si detyrë, me nxjerr atë kushakzimi me pak fjalë, po edhe unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, dhe të falenderoj shumë për shumë gjëra, por të falenderoj për atë dashuri që keti edhe për bogën teme, se po them është boga jeme, po është edhe jotja, është e gjithëve, por me të vërtetë unë të vlerësoj, edhe iniciativa jote është e jashtëzakonshme. Të falenderoj shumë, edhe shumë kënaqësi me të pas ty në bogë, dhe me folë me ty, me bisedu me ty, edhe ma mirë, shumë kënaqësi me të hapë zemrën ty. Edhe pse ndonjëherë bëj njerëzit për të qarë, po i bëjmë nga dashuria. Faleminderit shumë.